lëviz, si paraqet situata? Situata vazhdon të jetë e rëndë, ka qenë një ditë e gjatë sot nga të gjitha forcat, jo vetëm ato të Bashkisë Mallakasër, po në ndihmë kanë ardhur dhe forcat e ushtrisë edhe zjarfikset jo vetëm të qarkut, po edhe nga Berati dhe nga Cerriku. Është punuar gjatë gjithë ditës në terren, së bashku i ka ardhur për përforcim edhe avioni i cili ka bërë pjesën e vet, por situata vazhdon të jetë e rëndë. Kemi vatra të reja të cilët përhapen, si e shikoni edhe aktualisht këtu, që kemi kaluar pjesën e rrezikut nga fshati i Ribanit dhe kemi mundur të shmangim të gjithë pjesën e banuar, por vazhdon të mbetet e masivi pyjor i Ngraçanit rreziku ende i zjarrit. Po vjen mbrëmja dhe nata gjithmonë që e vështirë. Çfarë masash janë marrë? Si që është e vështirë për të ndërhyrë, gjithashtu ka dhe një lehtësi sepse intensiteti i zjarrit gjatë natës bie, duke qenë se pushon edhe era dhe nuk e favorizon përhapjen në pikat e tjera. Ne do të vazhdojmë të jemi gjatë gjithë natës në terren, si ditën e djeshme, qoftë edhe për të monitoruar përhapjen e zjarrit, po gjithashtu edhe pranë qendrave të banuara. I bëj thirrje të gjithë qytetarëve që të kenë kujdes dhe të jenë vigjilent, qoftë për pronën, qoftë për jetën e tyre dhe të dëgjojnë të gjitha autoritetet sipas udhëzimeve që i jepin në kushtet kur do të ketë nevojë për evakuime të mundshme. Është dita e tretë po mbyllet, po hym në ditën e katërt. A keni një thirrje për pushtetin qendror, ndonjë ndihmës që duhet të bëjnë ata akoma më shumë për t'ju ardhur në ndihmë juve nga ajri? Nuk është vetëm pikë e zjarrit që është në Shqipëri, e dim që ky është një sezon i ngarkuar nga të gjithë, por kanë qenë të gjithë në dispozicion të Bashkisë Mallakasës dhe të prefekturës të forcave të emergjencës lokale dhe ato kombëtare, ushtria dhe forcat nga ajri nuk kanë munguar, por organizohen për ditën e nesme që të shohim dhe inshallah besojmë që do të realizojmë dhe shuarjen përfundimtare të zjarrit. A përban rrezik për banesat? Deri tani është shmangur rreziku për banesat dhe është vetëm në masivin pyjor, kështu që shpresojmë që ta mbajmë në kontroll dhe ditën e nesme. Faleminderit. Faleminderit. Si që një besoj një vend djeni, gjatë ditët djeshme dhe të sotme vatra e zjarrit është zgjeruar, pavarësisht ndërhyrje dhe koordinimit gjithë forcave në terren, mbështetjes nga AKMC-ja dhe mbështetje me mjetet ajrore, helikopter dhe avion për shuarjen e flakëve dhe operimin e forcave në terren, koordinimin e zjarrfikseve të disa bashkive, Bashkisë Mallakasër, Beratit, Fierit, Patosit, Roskovesit, Alpetrolit, gjithë forca në terren. Ka qenë e pamundur për disa faktore para për shkak të terrenit shumë vështirë që është zona ku janë vatrat e zjarrit, është një terren kontejner shumë i vështirë për ndërhyrë me mjetet toksore. Gjithashtu era e fortë ka bërë të pamundur pranimin ose izolimin e flakëve. Faktor tjetër që ka favorizuar temperaturat e larta po ashtu dhe është një situatë edhe me bimësi e cila favorizon përhapjen e flakëve, është bimësi pish e cila nuk frenon, por favorizon hapjen e flakëve. Sot kanë operuar diku te 110 forca në terren, nga cilat 35 kanë qenë forca zjarrfikse siç e përmendëm më parë, kanë qenë edhe 45 forca ndërmarrjeve të emergjencave civile ndërmarrje shërbime të Bashkisë Mallakasër, 45 efektiv të ushtrisë që djerasin të falenderoj dhe për ndihmën e konsiderueshme që kanë dhënë, po pavarësisht këtyre, për shkak të erave, sidomos në periudhën tani mbasdite dhe afër darkës, kemi një prapje të zjarrit masivin pyjor të Ngraçanit dhe pak në pjesën e Loftkëndrenies në krahun tjetër nga pozicioni që ndodhen. Forcat në terren për momentin do pezullojnë veprimtarin e tyre, thjesht do të kalojnë në monitorim. Kemi pasur ndihmën edhe policisë shtetit për të pasur gjithmonë gatishmëri në raste nevojitësh evakuimi i banorëve në zona të caktuara siç ka qenë zona e Ripanit. Aktualisht do të punohet gjatë natës me monitorimin dhe mbajtjen në vëzhgim për mos të pasur problematika të theksuara dhe menjëherë nesër në orën 5:30 me të gdhir do të fillojmë operimin me gjitha forcat, qoftë nga terreni, qoftë nga ajri. Kemi koordinuar edhe me drejtorin e përgjithshëm të Gjendjes Civile për pasur një ndërhyrje sa më të shpejtë nesër nga ajri për bërë mundur izolimin e vatrave të zjarrit në këtë zonë.
banorët e fshatrave që rrezikojnë, është folur, ja vënë dini të marrin masa? Me banorët kemi qenë në kontakt gjithë ditën, të gjithë, qoftë si struktura drejtuese të bashkisë dhe unë personalisht, por edhe institucioni prefekt dhe gjithë ditës djeshme dhe ditës sot në kontakt vazhdueshëm me ta. Jo thjesht janë në dispozicion, por janë bërë të qartë dhe krijuar edhe mundësitë për të pasur nevojë, nëse do të kenë nevojë për sistemim të sistemeve të tjera. Aktualisht nuk paraqitet një nevojë e tillë, kemi gjetur mirëkuptim të plot me banorët për çdo situatë. Nuk besoj që do të kemi problematika lidhur me banesat dhe me banorët. Shpresoj që mos të ketë dhe nuk besoj që do të ketë. Faleminderit.